Mira shqiptar ecën me ditë të tëra përmes borës, drejt kufirit të Kukësit. Rrugët ishin të mbushura me gra, fëmijë e pleq që mbanin në duar theset me rrobat e fundit, e në zemër frikën se mos sarrinin gjallë. Në mesin e tyre, një djalosh 10 vjeçar mbante në shpinë motrën e vogël, të mbështjell me një batanie të hollë. Aman, mos qaj se po na ndalon ushtari, i pëshpëriste ai, ndërsa bora i mbulonte flokët dhe këmbët i ishin bërë plag nga rruga e gjatë. Në çdo hap, ai shikonte pas, si të kërkonte prindërit që ishin humbur në turm. Por nuk u ndal asnjëherë. Në fytyrën e tij të vogël, kishte diçka që nuk e kishin as burrat më të rritur, forcën për të mos dorëzuar motrën. Kur erdhën netët e acarta, ai flinte ulur, duke mbuluar me trupin e vet që të mos i ftohej. Kur njerëzit ndalonin nga lodhja, ai ecte sërish, sepse e dinte që duhej të mbërrinte. Pas shumë ditësh ecjeje, ku më në fund pa dritat e Kukësit, djaloshi qeshi për herë të parë. Ishte i raskapitur, i uritur, por i gjallë, dhe motra në shpinë i flinte e qetë. Në anën tjetër të kufirit, shqiptarët e Shqipërisë i pritën me bukë e me lotë. E ai, me sytë plot dhimbje e krenari, tha vetëm, tani jemi në shtëpi. Sot, pas shumë vitesh, ai jeton jashtë, në një vend të huaj. Ka fëmijët e vet, por çdo herë që bie borë, ndalet dhe shikon jashtë. Asnjë rrugë në botë s'më ka lodhur më shumë, thot, përveç asaj që e bëra zbathur me motrën në shpinë dhe me shpresën në zemër.